predatorët na japin ne mendjen e tyre, e cila mendje bëhet e jona. Ne jemi aktualisht në mes të sëmundjes epidemike më madhështore tashmë të njohur për njerëzimin. Ashtu si një peshk në ujë që nuk e dallon atë sepse ai është kudo, si e jashtë po ashtu edhe brenda vet peshkut. Shumë prej nesh nuk e kuptojnë çmendurin kolektive në mesin tonë, pasi çmenduria jonë është aq e përhapur sa është bërë normale. Jemi kushtëzuar të pranojmë si normale faktin që jemi në një luftë të pafundme dhe një numër i panumër të vëllezërish dhe motrash të tanë në të gjithë planetin janë në varfëri dhe duke vdekur nga uria çdo ditë. Është e rëndësishme të kuptohet se në një epidemi psikike shumica e njerëzve mund të duken krejtësisht normal. Fakti që rrënjët themelore psikike të psikozës kolektive nuk janë as pjesë e dialogut ton planetar, është në vetvete një shprehje domethënëse e thellësisë së pavetdijes së shkaktuar nga kjo epidemi psikike. Që komuniteti i shëndetit mendor, i cili duhet të merret me higjienën psikike, si personale po ashtu edhe atë kolektive, as nuk po e trajton çështjen e një psikoze kolektive të përhapur. Është një tregues i qartë se komuniteti i shëndetit mendor është vetë i prekur dhe për këtë arsye i infektuar me të njëjtën epidemi psikike që ata duhet të studiojnë. Duke mos e njohur natyrën e kësaj sëmundjeje, ky komunitet është bërë një agjent i saj i pavetdijshëm, duke ndihmuar sëmundjen të përhapet. E çfarë shenjë më e qartë na nevojitet për një epidemi psikike se sa kur vetë sistemi ynë i shëndetit mendor, puna e së cilit është të studiojë, monitorojë dhe të merret me fenomene të tilla, jo vetëm që nuk e dallon se ekziston një psikozë kolektive që po përhapet me shpejtësi në shoqërinë tonë, por është edhe vetë i infektuar me të.